5 prilli 2026, profecia e Sfinksit dhe yllit të kuq, fillimi i epokës së re të njerëzimit. Mirëdita, miq të dashur. Mirë se vini në këtë video të veçantë, ku do të shqytemi thellë në një profeci që po bën bujë në mbar botën e ufologjisë, shpirtërores dhe mistereve antike. Sot flasim për datën 5 prill 2026, e diela e Pashkëve, një ditë që, sipas një burri të thjeshtë, mund të shënojë fillimin e një ndryshimi të madh për njerëzimin. Nuk është fundi i botës, nuk është katastrofë apokaliptike, por diçka shumë më e thellë, një zgjim kolektiv të ndërgjegjes, një derë që hapet drejt të vërtetave të fshehura për mijë vjeçar. Kjo profeci vjen nga një njeri që ka jetuar përvoja të jashtëzakonshme që nga viti 2007. Ai pretendon se është kontaktuar nga qenie jashtëtoksore dhe entitete shpirtërore, dhe një prej tyre, një qenie femërore e ndritshme që ai e quan thjesht zonja, i ka dhënë një mesazh specifik, të lidhur me yllin Regulus dhe vështrimin e lashtë të Sfinksit në Egjipt. Në këtë video do t'i zbërthejmë të gjitha pikat një nga një, me detaje të pasura, simbolika të thella dhe pyetje që do t'ju bëjnë të mendoni. Çfarë do të ndodhë vërtet më 5 prill 2026? A jemi gati për një epokë të re? Qëndroni deri në fund, sepse mesazhi përfundimtar është një thirrje për shpresë, hapje dhe besim në të ardhmen. Le të fillojmë udhëtimin tonë në këtë mister kozmik. Pika 1. Ngjarja astronomike, Regulus, Sfinksi dhe momenti magjik. Tani le të hyjmë në thelbin astronomik të profecisë që e bën atë kaq magjike dhe të lidhur me lashtësinë. Regulus është ylli më i ndritshëm në konstelacionin e Luanit. Në astronomi është një yll blu-bardh, simbol i fuqisë, mbretërisë dhe zemrës së Luanit. Por zonja e quajti atë yll i kuq. Pse? A është simbolike? A ka të bëjë me ngjyrën që merr ylli kur ngrihet në horizont, për shkak të atmosferës së tokës? Apo është një metaforë për diçka më të thellë, ndoshta një ngjarje që do të ngjyrosë perceptimin tonë të realitetit? Sfinksi i madh në plajin e Gizës, Egjipt, është një nga monumentet më të lashta dhe më misterioze të njerëzimit. Ai shikon saktësisht drejt lindjes, drejt diellit që lind. Në mitologjinë egjiptiane, Sfinksi lidhet me Luanin dhe Regulus është zemra e Luanit, sipas profecisë, kur Regulus të ngrihet në horizont drejt për drejt në vijën e vështrimit të Sfinksit. Para se dielli të lindë, atëherë do të ndodhë diçka e jashtëzakonshme. Disa llogaritje e lidhin këtë me 5 prillin 2026, ditën e Pashkëve. Të tjerë sugjerojnë se data mund të jetë simbolike ose të lidhet me ekuinoksin e pranverës rreth 20 marsit, ose madje me periudha të tjera në vjesht të 2026-s. Por theksi është te momenti, një alinjiment kozmik ku qielli antik dhe vështrimi i lashtë i Sfinksit takohen sërish pas 1000 vjeçarësh. Imagjinoni pamjen, në errësirën e fundit të natës, Sfinksi i heshtur shikon drejt horizontit. Ylli Regulus ngrihet, ndoshta duke marrë një nuancë të kuqe nga atmosfera dhe në atë çast, diçka ndryshon në rrjedhën e historisë njerëzore. Është si një çelës kozmik që hap një derë të vjetër. Kjo ngjarje na kujton se njerëzimi ka qenë gjithmonë i lidhur me yjet. Egjiptianët e lashtë i nderonin ata si perëndi. Apo na thon yjet diçka tani, në prag të 2026-s? Pika 2. Çfarë pritet të ndodhë? Ndryshim, jo shkatërim. Tani vjen pjesa më emocionuese. Çfarë thot profecia se do të ndodhë saktësisht? Së pari, jo shkatërim. Bletësohet dhe ata që e analizojnë theksojnë vazhdimisht, kjo nuk është fundi i botës, nuk është apokalips. Është një ndryshim në ndërgjegjen njerëzore. Një zgjim kolektiv, një hapje e syve shpirtëror. Njerëzimi do të kalojë në një nivel të ri vetdije, ku të vërtetat e fshehura dalin në dri. Një nga aspektet kryesore është zbulimi i UFO-ve, ose siç quhet në komunitetet disklosure. Qeveritë e botës, sipas bletësoj, po përgatiten të normalizojnë praninë e qenieve jashtëtoksore. Orbët që ai sheh prej vitesh mund të bëhen pjesë e realitetit të përditshëm. Nuk do të jetë invazion, por një kontakt i hapur, një bashkëpunim që ndryshon perceptimin ton për vendin e njerëzimit në univers. Për më tepër, ka referenca të qarta për dhomën e rekordeve, atë hapësirë legjendare që Edgar Cayce parashikoi në mputrën e djathtë të Sfinksit.
Kaice, profeti i fjetur, tha se aty ruhen rekordet e Atlantidës, të teknologjive të lashta, të origjinës së vërtet të njerëzimit. Imagjinoni, nëse kjo dhomë zbulohet rreth 2026-ës, çfarë do të mësojmë? Historinë e vërtet të civilizimit? Sekretet e energjisë së pastër? Dieni shpirtërore që na çlirojnë nga frika dhe ndarja? Profecia thotë se një dije e re do të vijë. Kjo mund të jetë shkencore, shpirtërore, apo të dyja bashkë. Ndoshta do të kuptojmë se nuk jemi vetëm në univers. Ndoshta do të zgjohemi nga iluzioni i ndarjes dhe do të shohim lidhjen kozmike që na bashkon të gjithëve. Mos keni frikë, ky është mesazhi kryesor. Ndryshimi vjen si dritë, jo si errësirë. Pika 3. Analiza dhe interpretimet alternative. Në video bëhet një analizë të thellë dhe të balancuar. Ai vren një detaj interesant, Regulus në realitet është yll blu bardh, jo i kuq. Pra, profecia mund të jetë simbolike. Ndoshta ylli i kuq i referohet Marsit, ose ndonjë efekti atmosferik, ose madje një metafore për një ndryshim të brendshëm, nga errësira në dritë. Ai beson se prilli i vitit 2026 do të jetë një pikë kthese, trigger point, për njerëzimin. Ai parashikon se kontakti i hapur me qenie jashtëtoksore mund të ndodhë rreth vitit 2027. Për më tepër, ai përmend një vizion personal, një aksident të rënd ajror rreth 200 pasagjerë që mund të ndodhë në atë periudhë mbi Evropë ose lindjen e mesme. A është ky një paralajmërim, apo një simbol i rënies së vjetër para lindjes së sëres? Analiza e tij na fton të mos marrim gjithçka fjalë për fjalë, por të kërkojmë kuptimin më të thellë. Profecia mund të mos jetë vetëm astronomike, por edhe alegorike, Sfinksi si rojtar i dijeve të lashta, Regulus si zemra e luanit që zgjohet, dhe data si një moment kur njerëzimi duhet të përballet me të vërtetën e tij. Kjo na bën të pyesim, a jemi gati të pranojmë se realiteti është shumë më i madh se sa na kanë thënë shkenca materiale apo fetë tradicionale? Pika 4. Mesazhi përfundimtar, thirrja për shpresë dhe zgjim. Miq, pas gjithë kësaj analize të thellë, mesazhi i zonjës është kristal i qartë, mos keni frikë. Qëndroni të hapur ndaj ndryshimeve shpirtërore. Besoni se njerëzimi po kalon në një nivel të ri vetdije. Epoka e vjetër e fshehjes, frikës dhe ndarjes po mbaron. Po vjen koha e transparencës, e lidhjes kozmike dhe e zgjimit kolektiv. 5 prilli 2026 shihet si fillimi i një epoke të re, ku të vërtetat e fshehura, qofshin ato për praninë jashtëtoksore, për historinë tonë të lashtë, apo për fuqinë e ndërgjegjes njerëzore, do të dalin në dritë. Çfarë mund të bëni ju? Qëndroni të informuar, por pa panik. Zhvilloni veten shpirtërisht, meditoni, lidhuni me natyrën, hapni zemrën. Mos u trembni nga e panjohura, përqafojeni atë si një mundësi për rritje. Në fund, kjo profeci na kujton se ne jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Yjet na shikojnë, lashtësia na flet dhe e ardhmja na pret me dritë. Faleminderit që ndoqët këtë video deri në fund. Nëse ju pëlqejeni, komentoni mendimet tuaja për 5 prillin 2026 dhe abonohuni për më shumë përmbajtje të tilla misterioze. Qofshi të bekuar, qofshi të hapur dhe le të takojmë epokën e re bashkë.